Të nderuar të pranishëm, sot është 26 vjetori i ditës së çlirimit të komunës së Vidijës dhe jemi në festën e 26 vjetorit të ditës së çlirimit të Kosovës. Për të ardhur kjo ditë, ky vend dha shumë gjak, dha shumë dëshmor. Prandaj, për të nderuar të gjithë ata që dhanë jetën për këtë ditë, për lirinë e Kosovës, ju ftoj të nderojmë me 1 minutë hiqje. Lavdi. I nderuar nënkryetar i komunës zoti Hasan Aliu, drejtor të drejtorive, anëtarë të Kuvendit Komunal, organizatat të dala nga lufta, të drejtuar nga OVL, nga shtata familje dëshmorëve Nxoti Gjedet Ademi, nga shtata invalidëve të luftës Demir Asadi, i nderuar kryetari i Bashkisë Islame, Osamuddin Hoxha, komandanti i stacionit të policisë në Viti, zoti Avrim Halili, ish kolonel i FSK-s, zoti Lubishtoni, Baziqev, ish kryetari i shoqatës familje dëshmorëve, shoqatës nga burgosi politik, zoti Xhavat Haziri, mirë se ke ardhur, Samson Solimni, ish kryetar komune Daud Xhemoli, Abdul Bajrami, ish kryetar i veteranëve, gjithë pranishëm sot që jeni këto, qytetarët të komunës Vitijës. Është një ndër ditat më të rëndësishme të qytetarëve, sepse kjo ditë tregon çlirimin e vendit. Vitija, si komunë, me 14 qershor 1999, për herë të parë nga këmba e ushtarëve të ushtrisë, çlirimtare të Kosovës vërshohet. Dhe vërshimi ose shkelja e këmbës së ushtarëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës në qytetin e Vitijës tregon edhe simbolikën e çlirimit të komunës sonë. Dita e çlirimit të Kosovës është me 12 qershor që gjithë qytetarët të Kosovës dhe gjithë qytetarët të komunës Vitijës ju urojmë sot edhe ditën e çlirimit të komunës së Vitijës dhe kjo ditë le të jetë një mesazh i punës përbashkët, i angazhimit përbashkët, i punëve të mira që do të bëhen për qytetarët tanë, për fëmijët tanë, që të krijojmë kushte sa më të mira për të jetuar në këtë vend, i njerëzve tanë që të krijojmë mundësi sa më të mira të punojnë në këtë vend, të krijojmë mundësi sa më të mira të jetojnë në këtë vend. Prandaj, këtë e kemi obligim në rënd të parë, ne si institucione të vendit, qytetarët e vendit, sepse kjo ditë e lirisë së vendit, e çlirimit të komunës Vitijës është ardhur nga sakrifica e madhe, nga mundi i madh, nga veprimtarët e mëdha që kanë punuar për këtë vend, deri te lufta e fundit e ushtrisë kombëtare të Kosovës, deri te gjaku i derdhur për këtë tokë. Me shekuj e shekuj për këtë tokë është punuar, me shekuj e shekuj për këtë tokë është luftuar, shekuj e shekuj kanë kaluar okupatorë të ndryshëm këtë vend, mirë po, vetëm një unitet i madh, vetëm një luftë e përbashkët, vetëm një angazhim i mirë, duke dashur ta dhënë, duke dashur vendin, duke punuar për vendin, duke kontribuar për vendin, është arrit ajo që është merituar, është arrit ajo që është më e çmuara për vendin, liria. Liria e vendit kërkon të punohet mirë për të jetuar mirë. Kjo është arrit, kemi obligime shumë të mëdha si qytetarë të vendit që ky vend të ecet përpara. Ky vend të jetë shembull për të mirën dhe shembull për të punuar dhe për të jetuar çdo kush në këtë vend. Duhet të jemi pjesë e institucioneve edhe në Evropë, edhe çdo kund tjetër, sepse jemi pjesë e Evropës, sepse jemi pjesë e zhvillimit dhe duhet të jemi në trend me gjitha shtetet më të zhvilluar të botës. Këto ma krijojnë na, këto ma bojnë njerëzit tanë, këto ma bojnë profesionistat e mirë, këto ma bojnë një arsimim më i mirë, një edukim më i mirë, një shëndetësi më e mirë, një mirëqenie më e mirë për qytetarët. Për këtë do të punojmë së bashku, sepse vetëm duke punuar së bashku do të ecë mirë përpara. Jemi në ditën e çlirimit të vendit, që për këto institucione
Shumë punë u bon, shumë mundi u bon. Sot vendi jonë edhe në institucione është i blokuar. Kërkojmë nga këtë ditë, japim një mesazh që edhe Parlamenti i Kosovës sa më shpejt të krijojë institucionet e vendit, sepse vendi ka nevojë për institucione, kur shohim që në shumicën e botës ka kriza të ndryshme, ka lufta të ndryshme dhe ne duhet jemi përherë të përgatitur, përherë duhet jemi sa më të sigurt me institucione stabile, me si polici stabile, me ushtri stabile, me gjithë shka më stabile që të primë përpara. Ju falenderoj shumë, ju uroj gjithëve ne më të Kuvendit Komunal, ditën e çlirimit të Komunës Vitis, uroj që vetëm festojnë mirë, uroj që festat tona të jenë përherë në shërbim të vendit, në të mirë të vendit. Lavdi dëshmorëve, lavdi gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e vendit tonë. Lavdi. Kërkoj nga nën kryetari i Komunës zoti Arsen Aliu për një fjalë rasti. I nderuari kryesuesi i Kuvendit Komunal, me këshilltar të Kuvendit Komunal, qeveri komunale, të nderuar familjet të dëshmorëve me kryetar Gjevdet Ademin, veteran me kryetar Idris Qunin, shoqata e invalidëve të luftës me kryetarin Demir Hasanin, përfaqësues të institucioneve komunale, të partive politike, struktura të sigurisë me komandantin Afrim Halilin, shoqëri civile, ish kolonel i ushtrisë Lubishtani, ish 3 kryetar të cilët po i shoh këtu, një kryetar i komunës Daud Xhemoli, një ish kryetar i familjeve dëshmorëve Basin Qem, kryetari i veteranëve Abdul Bajramin, kryetari i shoqatës burgosin politik Gjevatin, përfaqësues Mërgatës apo veprimtar të Mërgatës që po i shoh në këtë kuvend, Bacin Sal, Ahmet Lybishten, shoqëri civile dhe ju qytetarë të nderuar të komunës së Vitis. Sot me 14 qershor jemi së bashku që të përkujtojmë me krenari ditën e çlirimit të komunës së Vitis, një ditë që shënon fundin e robërisë dhe fillimin e lirisë për qytetarët tonë. Liria jonë është fryt i sakrificës dhe qëndresës së shumë burra dhe grave të këtij vendi që dhanë gjithçka për ta parë Kosovën e lirë, të pavarur dhe demokratike. Ne u përull me respekt të thellë dëshmorëve, martirëve, mësuesve, mjekëve, punëtorëve dhe të gjithë atyre që në kohërat më të vështira mbajtën gjallë shpresën dhe idealin e lirisë. Kujtojmë sakrificën e atyre që dhanë jetën për lirinë e kësaj toke, por ata që në jetë të tërë ja kushtuan atë dheut duke punuar për të mirën e popullit dhe të vendlindjes. Kujtojmë 2 figurat emblematike të rrugtimit të shtetit tonë për liri dhe pavarësi, si presidentin historik Dr. Ibrahim Rugovën dhe komandantin legjendar Adem Jashar. Këto 2 figura historike janë dhe do të mbesin udhërrëfys për të tashmen dhe të ardhmen e vendit tonë. Sot kujtojmë gjithashtu me mirënjohje të thellë aleatet tonë ndërkombëtar në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që në qershorin e vitit 1999 për krau që kësë mundësuan çlirimin përfundimtar të vendit tonë. Për këtë gjë populli i Kosovës duhet për herë të jetë mirënjohës miqve të saj të shumtë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët ndihmuan qendra e lirisë dhe pavarësisë të bëhet realitet. Zonja dhe zotëri, vitinja e pas luftës ka bërë hapa të mëdha përpara, falë bashkëpunimit me qytetarë, institucionet dhe donatorët, kemi realizuar projekte të rëndësishme në arsim, shëndetësi, sport, kulturë, bujqësi dhe ekonomi, por këto arritje nuk duhet të na ndalen përkundrazi janë një shtys për të punuar dhe më shumë për një të ardhmë më të mirë për të gjithë. Kjo ditë duhet të na shërbej jo vetëm si ditë feste e çlirimit, por dhe si ditë kur duhet të reflektojmë së bashku për të gjithë atë që kemi bërë gjatë këtyre 17 viteve si shtet dhe 26 vite çlirim, si dhe për atë që na pret ta bëjmë në të ardhmen. Por këto të arritura që po i shohim dhe i prekim për ditë, nuk duhet të na vetkënaqen sepse kemi obligim ndaj gjithë atyre që kontribuan
për liri, çlirim dhe pavarësi që të punojmë dhe më shumë për një të ardhme më të mirë të vendit tonë. Krejt në fond dhe njëherë ju uroj 14 qershorin ditën e shërimit Komunës Vitis, me urimin që viti jashtëm të na pret me rezultate dhe të arritura dhe më të mëdha. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit të gjitha periudhat të historisë, Zoti e bekoft vendin tonë të shtrenjtë, ju falënderit. Në emën të organizatave të dalë nga lufta, ftojmë Gjevgjeta Demën të marrë fjalën. Përshëndetje për gjithë të pranishëm, me lejoni që në emrin tim personal, për në emrin të shoqatave të dalën nga lufta e lavdishme, shqiptarët të Kosovës dhe i kanë viti të përshëndes në kryetarin e komunës, me drejtorët e drejtorive komunale, kryesuesin e komunës, në asamblenë komunale, kryetarin e veteranëve Idris Shunën, kryetarin e invalidëve Demir Hasanën, komandantin e stacionit policor, kryetarin e Bashkisë Islame në Viti, ish kryetarin e familjeve dëshmore Basin Qemal, ish kryetarin e veteranëve Basin Abdel, kryetarin e burgosit politik Basin Gjevat, ish kryetarin e komunës, Ljubishtanën, diasporën e nderuar, të cilën ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për vendin tonë. Sot është dita e shtlirimit Komunës Vitis, 26 vjetorit. Fjala shlirim e nënkupton sakrificë, edhe ata për sakrificën e vendit, se sot jemi të lirë dhe të festojmë, punojmë, jetojmë, kanë dhënë gjakun dëshmorët, meritorët janë dëshmorët, bie dhe bjetët tonë, veterantë, invalid, martert, burgosit politik, diaspora dhe gjithë këto kategoritë të cilët sot janë këto me një prezent dhe ne kërkojmë që të respektohet liria që ne kanë palat të ne kanë dhëru, kërkojmë që të punojmë, të jemi të bashkuar, ta çojmë amanitin e dëshmorëve në vend, të respektojmë institucionet e vendit, po dhe institucionet e vendit na respektojnë neve, andaj me lejoni t'ju uroj ditën e shtlirimit Komunës Vitim, 14 qershorin, lavdi dëshmorëve të kombit dhe gjithë atyre të cilët dhënë për këtë vend. Faleminderit për dhënien. Dita e shlirimit kërkon nderim edhe është festë. Prandaj, në ora 10 do të nderojmë dëshmorët e kombit në varrezë të dëshmorëve duke vendosur kurora lulesh dhe fillon programet bazë drejtorisë kulturë dhe sport, e cila është në agjendën e organizimeve. Ju falenderoj gjithë dhe urime festa, shihemi në seanca tjera. Faleminderit shumë.